Në një grop 1 metër të thellë mes pluhurit mbytus të dheut të thatë, Maria Nokulu godet me forcë murin e dheut me një shufër metalike, duke ndjekur shkëlqimin e rrallë të arit. Në rajonin verilindor të Karamoja në Ugandë, mijëra minator artizanal mbështeten te nën toka për të mjetuar, me temperaturat gjithnjë më të larta dhe thatësirën që ka shkatruar burime tradicionale të jetesës, si blegtoria. Kërkimi i arit është kthyer në një shpëtim për banorët e zonës, por kjo jetë është e mbushur me rreziqe. Vetëm 6 vite më parë, një tunel minerar u shemb mbi Maria Nokulën, duke i thyer këmbën, e megjithatë ajo nuk ka zgjidhje tjetër për të ushqyer fëmijët e saj. Jam e vetme, nuk kam asgjë që të më ndihmoj, thot ajo me një zë të hollë, ndërsa 2 fëmijët e saj të vegjël qëndrojnë mbuz gropës, duke vëzhguar punën e nënës së tyre. Sipas një raporti të vitit 2018 nga East African Research Fund, mbi 25.000 persona punojnë si minatorë artizanal në Karamoja. Për shkak të ndryshimeve klimatike, numri i tyre vetëm sapo rritet. Në vitin 2022, një raport i Komisionit të Drejtave të Njerëzit në Ugandë raportoi se mbi 2.000 persona vdiqën nga uria pas korrjeve të dobta. Për shumë njerëz, si Maria, mineralet janë vetë një mundësi. Por realiteti i këtij profesioni është i ashpër. Minatorët në Karamoja punojnë ilegalisht, pasi shteti kërkon licenca për çdo që merret me burime minerare. Ndërkohë, kompanitë ndërkombëtare po hyjnë gjithnjë më shumë në rajon. Në vitin 2022, qeveria e Ugandës zbuloi 31 milion tonë zeheari në nëntokën e vendit, shumica e të cilave ndodhen në Karamoja. Sipas ekspertëve, nga kjo sasi mund të nxjerrën deri në 300.000 tonë ari i pastër. Sot, rreth 60% e tokës në rajon është dhënë me koncesion për investitorë të ndryshëm, sipas organizatës Danish Church Aid. Një prej këtyre kompanive është edhe Avangard Researcher Company Limited, e cila operon në Amudat, 78 milje larg nga miniera ku punon Maria. Megjithatë, banorët lokale fajsojnë kompaninë për ndotjen e burimeve ujore me kimikate të rrezikshme. Në prill të vitit të kaluar, një 12 vjeçar, Daniel Dunge, humbi jetën pasi piu ujë të kontaminuar. Sipas babait të tij, ajo sëmur me një herë dhe vdiq rrugës për në spital. Djali ishte i zgjuar, ndërronte të bëjë mosues, thot babai i tij me trishtim. Sipas tij, Evergrande dhe vetëm 109 pound për shpenzimet e varrimit, ndërkohë si përmarrja e huaj vazhdon të shfrytëzojë rajonin. Raportet pranë përfaqësuesve të Mega Gold Mining, një kompani me seli në Kampala, duke analizuar tokën pranë zonës ku punon Maria, këto zhvillime kanë shtuar frikën mes minatorëve artizanal për dëbim të mundshëm. Kur dikush vjen dhe thotë kjo është toka ime, ti duhet të largohesh, thot Maria me shqetësi. Megjithatë, për shumë si ajo, largimi nuk është një opsion. Në fund të çdo dite, minatorët presin në radhë për të shitur arin e nxjerrë ndërmjetësve. Për një qese 100 gramshe ari, ata marrin rreth 65 pound, një shumë që duhet të mbulojë nevojat bazë të familjes. Në një përpjekje për të ndihmuar komunitetin, disa grupe lokale po munduan të ofrojnë alternativa për fëmijët. Margaret Lamiang, kryetarja e grupit kulturor të grave të Karamojës, ka ndihmuar disa fëmijë minator të ndjekin shkollën, përfshirë 12 vjeçarin Mark Lotte, i cili tani ndërron të bëhet mjek. Por për mijëra të tjerë, realiteti mbetet i pandryshuar. Ata do të vazhdojnë të gërmojnë në dheun e thatë të Karamojës, duke shpresuar për një grusht pluhuri të artë, do të mund të ushqejnë fëmijët e tyre. Fëmijët nuk mund të hanë arë, thot Maria, ndërsa vazhdon të godasë me forcë dheun e thatë.